Rritja e numrit të turistëve në Gjirokastër sjell çdo vit të njëjtën problematik, parkimet. Ndërsa hapësirat janë të pranishme, parkimi jashtë rregullave dhe zënia e vendeve pa të drejtë nga mjete apo kryesisht biznese tregon se problem mbetet menaxhimi dhe respektimi i tyre në terren. Problematikat e vjetra që janë mos funksionimi i Google Mapit, sinjalistika, bllokimi i rrugëve të pazarit. Problematikat janë ato që ne kemi thënë për vite, por prapë do kërkojmë bashkëpunimin me institucionet që ato të zgjidhen sepse është në të mirë të gjithëve, jo vetëm të privatit për turistin. Ndërkohë, qytetarët nga ana tjetër theksojnë se problem mbetet vetëm mënyra e parkimit, sipas tyre mungon respektimi i rregullave në terren. Parkingu që është krijuar të sheshet Qizit ka 300 vende dhe domethënë me statistika, me investigime, të paktën 150 vende në natë, 170 vende janë bosh, sepse nuk orientohen njerëzit, domethënë dhe të gjithë përdorin hapësirat publike për të parkuar makinat. Duhet një apel domethënë për banorët, sepse domethënë në fund të ditës qyteti është të gjithëve dhe uzurpimi i hapësirave publike me kona, parkim privat atje këto nuk ekzistojnë. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, u shpreh se në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe Qeverinë Shqiptare, po shihet mundësia e një projekti për shtimin e parkimeve në zonën muzeale. Ne e kemi prioritet edhe në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe në bashkëpunim me Qeverinë për të parë zonat ku mund të bëhen parkingje si në 8 mesatorit, por edhe në zonën e pas po themi parkingut që u bë tek sheshi Qerqizit, patjetër pastaj do vazhdojmë edhe me zonat tjera, edhe në këtë zonë që po flasim, edhe tek Dunavati 2, pra në pjesën e i shkollës, ne do shkojmë mundësinë për të patur sadopak edhe hapësira për parkingje. Në pritje të zgjidhjeve të reja të parashikuara për parkimet në zonën muzeale, ky problem vijon të mbetet një sfidë lidhur kryesisht me menaxhimin dhe respektimin e rregullave nga drejtuesit e mjeteve dhe jo vetëm.